Ta them unë, po, është e vërtet, unë e kam thënë gjithmonë, e ka qenë një nga arsyet e sherrave më shim thashin fëmijët. Unë e kam thënë gjithmonë, ky s'ka qenë një komandanti i UÇK-s. E sa juan këta që bën libra të tjerë. Nuk ka qenë Thaçi komandanti i UÇK-s? Jo, ka qenë përfaqësuesi politik në Rambuje. Po kush ka qenë komandanti i UÇK-s? Komandanti i UÇK-s ka qenë Azem Syla. Ku është ai sot? Ku është? Azem Syla është Kosovë. Se ka ngacmuari. Jo, pati edhe ai një hetim vetën atje për ngjarje pas luftës atje. Komandanti i përgjithshëm i UÇK-s, madje ka shkuar në Rambuje si komandanti i UÇK-s. UÇK-ja ka pas zonat, komandantët e zonave kanë qenë autonom. Si punë e Sfakut. Do t'i them me emër komandant e zonave. Prokurori janë autonom. Do t'i them me emër komandant. Jo, nuk më duan, jo. T'i them Ramush Hajdini ka qenë komandant. A mi dakord, ato. Tani, çështja është që Recep Selimi ka qenë në grupin e parë të UÇK-s në Drenicë, por nuk ka qenë komandanti i UÇK-s, ka qenë kur u krijua shtabi i përgjithshëm pas 99-s, ka qenë inspektori që këta dërguan në shtab përgjithshëm e tjerë. Kadri Veseli ka qenë i ngarkuari i njërësisë së inteligjencës. Pa le Jakupi që s'ka qenë fare, se Jakupi ishte mësues, ishte intelektual edhe i dhan këta një rol, i thanë që ti je zëdhënës i UÇK-s, kur u munduan të japin një fytyrë e tjerë. Nuk ka patur, çështja është se këta e përdorën këtë gjë për të marrë pushtetin Kosovë pas lufte.